Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdoj me vimin e ngjarjeve që në fakt po na shokojnë në dita ditës. Transgjinioria Linda Rej përfundimisht u largua nga Big Brother VIP Kosova, por me daljen e saj nga kjo shtëpi, Linda Rej ka zbuluar detaje që në fakt na kanë tronditur të gjithëve. Transgjinioria Linda Rej u largua të hënën nga shtëpia e Big Brother pas debatit hapur që pati në Prime, ku shprehu pakënaqësi për mënyrën se si produksioni kishte trajtuar gjendjen e saj shëndetësore, konkretisht sëmundjen me diabetin. Pas daljes, Linda ka reaguar në rrjetet sociale duke sqaruar publikun për arsyet e largimit dhe përjetimin e saj në këtë situatë. Në një sër videosh të postuara në rrjetin social Instagram, ajo tha se nuk ishte në gjendje të mirë, duke shtuar se nuk dëshironte që problemi i saj shëndetësor të përdorej si pjesë e lojës apo showt brenda shtëpisë. Më poshtë deklaratat e plota të Linda Rejt në Instagram. Në orën 6 unë jam akoma në hotel. Është ora tashmë 6. Dhomën që e kam paguar vetë, thot Linda. Jam me një valixhe, një mendoj të djegur dhe një të shkatruar, dhe kjo është situatë ku çdo gjë, edhe shëndeti, është show ose duan ta bëjnë show. Do me thënë, për valixhet të cilat u dogjën, janë të vërteta që janë djegur valixhet e banorëve, që do me thënë kanë qenë valixhet personale të banorëve. Ndjehem shumë keq, nuk e di, më vjen shumë zor, jam në siklet të dalë kështu. Faleminderit për mesazhet që po më shkruani, jam mirë, jam gjallë, por ku është fakti, thot Linda. Nuk doja dhe nuk do të bëja deklarata këtu në Instagram. Do të thot kur edhe shëndeti im të përdoret si pjesë e emisionit dhe lojës, atëherë edhe unë do të them pjesën time dhe gjërat e mia. Më besoni, lini ato teoritë konspirative sepse nuk ekzistojnë me të vërtetë. Duhet të jesh aq i jetur për famë për të pranuar keqtrajtimet psiqike fizike që të bëjnë në atë vend ku isha unë. Shikoni deri në çfarë pike dola nga aty, jo për teka. Nuk ka kuptim si një produksion kaq i madh, kaq i fuqishëm, si e mban veten të trajton kështu. Mund të rikujtoj edhe një herë sepse nuk ishte hera e parë, pas kujdesit të mjekut që nuk ishte fare, ishte infermier. Neve kujdesemi për ty. Do t'ishte më rëndësishme ose të fillonte emisioni duke thënë Linda, as në dhomë të rrëfimit që je më e qetë. Nuk bëhet kështu o njerëz të lig, nuk lozet me këtë gjë, sidomos kur them se është traumë psikologjike. Do doja shumë të rija brenda sepse zgjodha vet, por isha e detyruar. Në fakt Linda ndjehet shumë e thyer nga produksioni i Big Brother VIP Kosovës dhe njëkohësisht ndjehet shumë e përdorur nga ky produksion. Linda ka vendosur që të dalë, ajo siç duket tashmë po e shqer atë maskën që të shpondodhen aty brenda dhe sipas Lindës po përdoren historitë e banorëve.